Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbia do të nisin së shpejti dialogun strategjik. Këtë njoftim e dha sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio pas takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić të martën në New York. Më vjen mirë që po e shoh përsëri presidentin serb Aleksandar Vučić sot në New York. Diskutuam dialogun strategjik që të dy kombet tona do ta nisin së shpejti dhe pjesëmarrjen e SBA-s në Expo 2027. Të dyja janë mundësi për të forcuar më tej marrëdhënien tonë dypolshe, ndërsa kërkojmë të ndërtojmë një të ardhme më të mirë së bashku. SBA këtë muaj vendosi të pezullojë dialogun strategjik të planifikuar me Kosovën, siç tha ambasada për shkak të veprimeve e deklarimeve të qeverisë në detyrë. Analisti politik Albinot Maloku këtë situatë po sheh të dëmshme për Kosovën. Sekretari jashtëm i SBA-ve merret ky vlerësim ku fuqizohet Serbia përmes këtij dialogu strategjik që është interes thelbësor i Shtetit Bashkuar të Amerikës në raport me Serbinë dhe për Kosovën kjo gjë është pezullu. Tani, a jemi në pozicion jashtëzakonisht keq? Po jemi. Maloku thot se Serbia po shfrytëzon boshllëkun që ka krijuar Kosova me SBA-n, ndërkaq kërkon angazhim të tërë spektrit politik për të përmirësuar raportet me aleatin kryesor. Interesi i Kosovës duhet të jetë që raportet, interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës të mos zbehet në raport me Republikën e Kosovës. Dhe unë konsideroj që do duhet të kishte një raport të shkëlqyer edhe me përfaqësuesin e popullit që është qeveria dhe shteti. Në kuadër të javës së nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, që do të zgjasë deri me 30 shtator, po marrin pjesë edhe presidentja kosovare Vjosa Osmani dhe kryeministri në dorëheqje Albin Kurti.